Qyteti i Roskovecit i ka dhënë një rëndësi të veçantë komunitetit rom duke i përfshirë ata në aktivitete artistike, aty ku ata bëhen pjesë me dëshirë. Për të dytin vit radhasi, në këtë qytet u organizua festivali Roma Romale. Ky aktivitet kulturor mblodhi grupe artistike nga Tirana, Durrësi, Lezhë, Lushnja, Kosova, Maqedonia e Veriut e të tjerë. Festivali solli në skenë këngë, valle dhe tradita të komunitetit rom, duke krijuar një atmosferë festive shumë ngjyrshme për vizitorët dhe qytetarët e pranishëm në shesh. Pjesëmarrësit prezantuan element të kulturës së tyre, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të identitetit rom. Dhe të gjithëve, unë jam Bajram Kinolli, ose për ndryshe antari Gypsy Groove nga Kosova, nga Gjakova me vendlindje. Kemi ardhur sot për herë të parë në festivalin Romale, që është edicioni i dytë, edhe është kënaqësi më konë pjesë e këtij eventi që përfaqëson kulturën rome dhe edhe me kënaqësi sonte do këndojmë edhe do kërcejmë bashkë. Unë kostumet i kam të kapitalizmit, por unë këndoj sonte. Kështu që do këndoj 2 këngë rome që janë njëra është himni i komunitetit rom dhe është e dyta është Ederlezi, një prej këngëve të njoftëna që është ardha e verës në botë. Mbaret shiko, kjo është një pyetje që edhe një përgjigje që gjithmonë e jap. Komuniteti rom duhet me bo pak më shumë edhe për vetë integrimin e vet, sepse integrimi pa marrë parasysh shoqëror, ekonomik dhe gjëra vjen nga dy anët. Dhe nëse njëra anë punon dhe tjetra nuk punon, pastaj është një pozicion shumë i keq. Kështu që viktimizimi duhet me ndalë viktimizimit, duhet me ngrej kokën përpara edhe me i thonë vetes unë mund ta bëj këtë. Kështu që pa viktimizim, hajden përpara, edukoni, mësoni si me jetu bashkë me gjithë qytetarët kudo që jetoni. Give to one very important message because the culture is very important and I call the main support some foundation and municipalities, also Ministry of Culture to give us opportunities for these activities. Samuel Latifi, jam pjesëtari i bandës muzikore së Roskovecit, ndërkohë që pjesëtarët e bandës së Roskovecit muzikore janë edhe babi im edhe gjyshi im, të cilët na kanë trashëguar muzikën brez pas brezi. Si fillim, festivali Roma Romale ka qenë edhe një herë. Vitin që kaloi ka qenë prapë si festival, ndërkohë që jemi prezantuar nga të gjitha zonat, si për shembull Vlora, Lezhë, Berati, që kanë pasur shumë ardhi në Roskovec si kërcimi, muzika, ndërkohë që këtë vit vjen një risi që vjen me konkurs që na bën më ambicioz si njerëz që të kemi një konkurs më madhështor. Kombëtare të romëve, qyteti i Lezhës prezantohet me grupin e gocave që kanë emrin Liburna. Këto gocat i kanë përgatitur me shumë dëshirë, kemi hedhur një koreografi shumë të bukur. Ky është viti i dytë që ne marrim pjesë këtu në Roskovec dhe shpresojmë dalim sa më mirë. Çfarë moshe kanë grupe vajzave? Janë kryesisht 10 deri në 14 vjeç. Është e lehtë punosh me këto, çfarë përqimesh kanë? Ato janë shumë të lirshme në të kërcyer. Përgjegjësia e koreografit është ti mbledhë dhe ti kornizoj në një koreografi të mirëfillt. Organizatorët e festivalit Roma Romale shprehen se ky aktivitet synon të forcojë bashkëpunimin kulturor dhe të nxjisë integrimin përmes artit. Në Roskovec jeton një komunitet i madh romësh, të cilët sipas kryebashkiakes janë të integruar dhe bashkëjetojnë në harmoni të plotë me të gjithë qytetarët e tjerë. Në bashkinë e Roskovecit, në qendër të qytetit, ne zhvillojmë edicionin e dytë të festivalit Roma Romale, i cili është një aktivitet që ka në fokus dhe në qendër promovimin e kulturës dhe muzikës rome. Ne jemi përpjekur që të bëjmë bashkë grupe të ndryshme kulturore apo individ, instrumentist, të cilët performojnë dhe kanë në shpirt muzikën folke rome. Marrin pjesë në 9 grupe të ndryshme, një prej tyre është nga Maqedonia e Veriut, i cili ka qenë edhe vitin e kaluar. Kemi grupin nga Tirana, kemi grupin nga Lezhë, kemi grupin nga Durrësi, e kemi nga Lushnja, gjithashtu dhe grupe roskovecarësh. Këtë vit ne jemi përpjekur që të bëjmë një aktivitet ndryshe përmes performancës së tyre, do të jetë një garë debutuesish, do të ketë një juri profesionistësh
vazhdimisht dhe juria ka emra të tillë si Pandi Laço, një emër i njohur në fushën e skenës së artit, zëvendësministra e shëndetësisë Ina Majko, e cila është përfaqësuese e komunitetit rom dhe antar të tjerë të komunitetit rom në Roskovec, por jo vetëm. Është shumë e rëndësishme në Roskovec që përveç po themi aktiviteteve të ndryshme, qëllimeve tona që ne kemi bërë, vendimeve që kemi marrë në Këshillin e Bashkisë për të motivuar dhe për të integruar komunitetin rom jo vetëm në jetën, po themi e tyre të përditshme, në infrastrukturë, në lagjet ku jetojnë, në shtëpitë ku jetojnë, por për të ndryshuar mendësinë e tyre, mentalitetin e tyre. Dhe kjo vjen, besoj që deri diku, po fakt tregon që ne kemi pjesëmarrje aktive të qytetarëve rom në komisione që bëjmë, në dëgjesa publike që ne zhvillojmë, ata janë aty pjesë me mendimet që japin, me sugjerimet që japin dhe padyshim që janë një pjesë e vyer dhe shumë e çmuar e komunitetit roskovecak. Po në arsim si janë të integruar? Mua më vjen mirë për shembull që 3 të rinj që ne patëm dhe që do të debutojnë dhe do të performojnë në aktivitetin e sotëm, që i kishim edhe në televizione të ndryshme që performuan bashkë me promovimin që ne i bëm nga drejtoria e kulturës në Roskovec, të 3 djemt janë të 3 të shkolluar dhe vazhdojnë shkollën e mesme, njëri në shkollën artistike në Fier, njëri shkollën artistike Liceun Artistik në Tiranë dhe një tjetër gjimnazin e Roskovecit. Pra kjo tregon që të rinjt e komunitetit rom janë duke u formuar në mënyrë profesionale dhe me formim të përgjithshëm, jo vetëm në arsimin e mesëm, po pse jo dhe në arsimin e lartë. Po gjuhën rome mësojnë, ka kurse në Roskovec? Ne kemi bërë para disa vitesh, kemi patur, po themi, kurse me mbështetjen e bashkisë që jepnin mësim fëmijëve dhe të vegjëlve rom për të mësuar gjuhën rome. Tani nuk e kemi më, është një iniciativë që ne duam ta vazhdojmë, dhe ta rifillojmë për ta ruajtur gjuhën rome si një trashëgimi shumë të rëndësishme, si një vlerë të shtuar jo vetëm të komunitetit rom, por dhe komunitetit roskovecar dhe Shqipërisë në përgjithësi. Faleminderit. Spari unë duhet bëj një urim dhe një kompliment jashtëzakonshëm për këtë ide e cila mbetet unike. Mbetet unike dhe më vjen mirë që kjo ide i mbetet si një aset bashkisë Roskovec dhe kryetarës, që padyshime ka menduar këtë, në mos gabojmë, është era e dytë që organizohet, por duke qenë se çështja rome është një çështje shumë sensitive, ky festival merr një rëndësi shumë të madhe dhe ka një mision vërtet shumë specifik. Pa diskutim, edhe unë jam shumë i lidhur me muzikën rome për shumë arsye, jo vetëm sepse kam realizuar disa projekte, disa spektakle me të ftuar. Kujtoj që kam sjell mbretreshën e muzikës rome Esma Rexhepova, si vjetë solla mbretin e muzikës rome në Shkodër, Muharrem Serbezovski, po kam krijuar mbi muzikën rome disa materiale muzikore, sepse janë vërtet frymëzim, janë vërtet inspirim, janë shumë të talentuar dhe pa diskutim, duke qenë se dikur ka marrë dhe një titull si ambasador i vullnetit mirë për çështjen rome, e prita me një dashuri dhe kënaqësi të madhe ftesën e zonjës Majlinda Bufi për të qenë pjesë e këtij festivali që uroj që të jetë sa më jetë gjatë dhe pse jo të bëhet një festival në nivel rajonal. Faleminderit. Performanca e 9 grupeve pjesëmarrëse në garë u vlerësuan nga një juri profesioniste. Çmimi i parë u fitua nga grupi Liburna në Lezhë. Festivali synohet të kthehet në traditë në qytetin e Roskovecit, pasi aktivitetet të tilla ndihmojnë në afrimin e kulturave dhe promovimin e diversitetit.
Gjithë kjo arritje i përket të mrekullueshmes kryetares së bashkisë. Një duar trokitje, lutem. Atëherë, po filloj. Faleminderit. Florit e botës, do I jepja unë për ty, veç të kisha plane, të putja ta dy sy. Të shih florit e botës, do I jepja unë për ty, veç të kisha plane, të putja ta dy sy. Natën do të vi një mbrëmje me kitarë, dashuroju pa pushu. Natën do të vi një mbrëmje me kitarë, zemrën ti ta kam përru. Natën do të vi një mbrëmje me kitarë, dashuroju pa pushu. Natën do të vi një mbrëmje me kitarë, zemrën ti ta kam përru. E vi kitata, ja bënte porta, e kjo voglu sherite dhe dëgjon e rikitata, ja bënte porta, e kjo voglu sherite dhe dëgjon. Me duart e saja, e hapi portën, e me bustat e futi djali fort, me duart e saja.